në këtë marrëveshje, ma mirë të thëmë, në këtë forcë të re ushtarake në Ballkan, është ftu edhe Malizi, është ftu edhe pjesë tjera, por që ne kuptojmë që Malizi momentalisht udhëheqet nga një qeveri pro-sërbe dhe ata asesin nuk dëshirojnë të jenë pjesë përbërëse e kësaj marrëveshje ushtarake të mbrojtjes. Siç kanë thënë edhe në media, siç kemi ndëgjuar në media dhe nga kanale tjera, mund të hyjë Bullgaria, e cila është pjesë e NATO-s po ashtu, dhe po krijon një aleancë ballkanike që unë mendoj do t'i përballoj edhe disa sulmeve tjera, që vijnë kryesisht nga Serbia, por iniciatori ose programeri kryesor është Rusia. Zoti Makolli, kush mund t'i bashkohet tjetër? Ju e preket pak më lart të marrëveshjes trilaterale, por edhe nga ana tjetër, Vučići me kë mund të formoj aleancë? Ju e preket malin e zi që nuk ju bashkoa Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës, mund ka dhe nga krahu tjetër? Po Maqedonia, Hungaria, Rumania, si shikoni gjitha këto vende? Tek Slovakia është folur në media. Unë mendoj që forca e re mbrojtëse, ose marrëveshja e re për mbrojtje mes Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, është dominant në Ballkan momentalisht. Dhe kështu që ne nuk rrezikohemi më nga ato se çfarë është dominuar deri më sot në mediat serbe, që ne do ta kthejmë prapë Kosovën kur do të kthehet ushtria në serbe në Kosovë. Ajo më ju siguroj që nuk do të ndodhë, për shkak se kemi një marrëveshje shumë të mirë. Shkëmbimin e personelit ushtarak, përvoja ushtarake dhe mbrojtjes janë rol domethënës dhe kyç në sistemin e mbrojtjes. Zoti Makolli, kush janë aleancat e tjera që mund të formohen nga Dishullin Ilirik si kundërpërgjigje ndaj paktit trilateral? Aleancat e tjera nuk do të ketë, sepse Serbia do të synojë të krijojë, por ne besojmë të ardhmen shumë të afërt qeveria e Malit Zi do ndryshon, do të kemi zgjedhje. Dhe momentin që do të kemi zgjedhje në Mal të Zi, unë besoj prapë do të vinë forcat malazeze bashkëpunim me ato shqiptare, pro-evropiane dhe pro-iniciativa ballkanike për mbrojtjen nga Rusia. Ne kemi një kuadër shumë të veçantë të Serbisë dhe bashkëpunues pjesë ushtarake me Rusinë, ne kuptojmë këtë, edhe kemi një ndër njerëz të kryesorë që po folën në Ballkan, në Bosnjë e Hercegovinë, që është presidenti i Republikës Srpskës Dodik, është një ndër njerëzit kryesorë që luan rolin kyç bashkërisht me Aleksandar Vulinin dhe një ndër presidentët që kemi Vučićin në Serbi, por këta Vulin dhe Dodik janë njerëz të kryesor që kanë aleancë me shërbimin sekret rus, me FSB-n dhe me shërbimin sekret rus, po ashtu ushtarak ru, që janë pjesë përbërëse e tyre dhe njerëz të tyre që ndërlidhsen edhe janë edhe në Rusi.